Biblioteka Apostol Meksi e çel si pari në aktiviteteve për vitin 2026 me një ekspozitë për fanolin. Në një stend të veçantë janë prezantuar jo vetëm librat që mbajnë autorsinë e Thofan Stilian Nolit, por edhe ato të përkthyera prej tij. Ekspozita vjen në kuadër të 144 vjetorit të lindjes së kësaj figure të rëndësishme të kulturës shqiptare dhe do të jetë e çelur deri në fund të javës. Rastin e 144 vjetorit të Fanolit, Biblioteka Apostol Meksi ka hapur një ekspozitë me botimet e tij, me krimtarinë letrare të Fanolit. Në këtë ekspozitë ne kemi paraqitur krimtarinë letrare të tij, duke filluar që nga krimet e para të Nolit, e cila është drama Izraelit dhe Filistin, botuar në vitin 1907. Gjithashtu, në këtë ekspozitë ne kemi të paraqitur kryeveprën e Nolit, e cila është historia e Skënderbeut. Noli njihet edhe si publicist, ai ka botuar në gazetat e asaj kohe, gazetë të ndjedh, artikuj të ndryshëm, në të cilën këtë gazetë biblioteka e disponon në fondin e saj. Noli njihet edhe si përkthyes. Ai ka përkthyer kryeveprat e letërsisë botërore, Shakespeare, Kajan, ka përkthyer Cervantesin, Don Kishotin e Cervantes. Veprat e Nolit janë mjaft të tërhequra nga lexuesit, sidomos nga nxënësit e shkollës, të cilët i kanë në programin shkollor. Do të përmendja këtu për shembull historinë e Skënderbeut, përmbledhjen poetike album dhe poezi të ndryshme të tij. Ekspozita do të qëndrojë e hapur gjatë gjithë javës. Ftojmë të gjithë dashamirësit e historisë dhe të gjithë dashamirësit e librit ta vizitojnë ekspozitën. Si shkrues, redaktor dhe drejtues në për disa të përkohshme si Dielli, Kombi, Republika e të tjerë, Noli gjithashtu ka kontribuar në fushën e publicistikës. Në 16 qershor të vitit 1924, ai u bë kryeministër i Shqipërisë për të qenë në krye të saj vetëm për 6 muaj pasi u përmbys nga Ahmet Zogu.